Qendra islamike do të bëhet realitet. Abortet në Gostivar shënojnë ulje. Nga fillimi i vitit janë regjistruar 15 raste. Athina në ofenziv për kontestin me emrin. Artim Shaqiri afër klubit të Gostivarit, si trajner. Përshëndetje teleshikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve këtu në TV2. Sa po ndoqët titujt e ngjarjeve kryesore që shënuan ditën e sotme. Me to më gjërësisht, si dhe me informacione tjera nga vendi dhe bota, do t'ju njoftojmë me njerë pas një bloku të shkurtër marketingu. Në ndishtë. Ofertat sensacionale në hipermarketin Korzo Commerce nuk kanë fund. Për 15 ditë me radhë, mbi 20 artikuj ushqimor dhe higienik, do të mund t'i gjeni me çmime aksionale. Makarona 5 cop 99 denar, fide vetëm 16 denar, oris 48 denar, Eurokrem 1 kg plis 400 gram gratis 150 denar, vaj ushqimi vetëm 67 denar, qumsht Alpsko 27 denar, tan halva 500 gram 55 denar, lëngje 2 litra 50 denar, detergjent Bonux 6 kg 220 denar, supa Podravka 17 denar, lëngje turke 2 litra e gjysëm vetëm 50 denar, qumsh Maestro 39 denar, keqap 1 litër 63 denar, lëngje Tetra Pak 4 litra 100 denar, pashteta pule 10 cop dhe thik falas 190 denar, pavllak Megle 1 kg 65 denar, sheqer 32 denar, miell 5 kg 160 denar, sardina vetëm 30 denar, biskuita 400 gram 50 denar, arom për ambiente 3 cop 89 denar, salfeta të lagura 3 cop 80 denar, vaj skon 1 litër 69 denar, detergjent Ornel 1 litër 110 denar. Aksioni zgjat deri 2 tetor, për llogarin mbi 2500 denar pason dhurat. Korzo Commerce, hipermarketi numër 1 në Gostivar. E hapim këtë edicion si zakonisht me lajmet lokale. Muftinia e Bashkisë Islame në Gostivar tani e 3 vite angazhohet për ndërtimin e një qendre islamike në Mavrov. Procedura juridike është në përfundim e sipër dhe me dhënien e lejes për ndërtim nga ana e KUS Mavrov Rostush, pritet edhe akti i hedhjes gurthemelit. Objekti do të ketë pamjen e që një qendre gjigante në kuadër të së cilës do të ketë restorante, objekte fetare, xhami dhe çdo gjë tjetër që kërkojnë nevojat reale ditore. Muftinia e Bashkisë Fetare Islame në Gostivar në kuadër të projekteve të parapara për realizim për të siguruar kushtesa më të mira të jetës fetare në të gjitha sferat, tashmë 3 vite me azhuritetin më të madh, i është nveshur punëve për ndërtimin e një qendre islamike në Mavrov. Muftiu Shaqir Fetau vlerëson se Mavrova është vend turistik në të cilin shqiptarët në të kaluarën në asnjë mënyrë nuk kanë patur qasje dhe se tani jemi shumë pranë hudhjes së gurthemelit, i cili do të shënojë fillimin e fazës ndërtimore të këtij projekti. Ne shumë shpejt e presim edhe lejen nga organet e komunës, hanet e Mavrovës. Kam bindje se i kemi plotësu gjitha dokumentet që i kërkojnë. Unë kam bindje se ata do të kenë vullnetin që ta japin sa ma shpejt lejen dhe ne shumë shpejt do të hudhim një gurthemel edhe në Mavrov që dikur ka qenë ëndër se mund të bëhet një projekt i tillë, ne me ndihmën e të Madhit Zot dhe me shumë faktorë tjerë, inshallah do ta kemi një qendër gjigante në Mavrovën e bukur për të treguar se Mavrova është edhe e jona, është pjesë e jona dhe ne duhet ta shfrytëzojmë atë bukuri që e ka dhënë i Madhi Zot atje buzë liqenit dhe maleve të Mavrovës.
Muftiu i Bashkisë Fetare Islame në Gostivar nënvizon se kjo do të ketë pamje në një qendër gjigante në kuadër të së cilës do të ketë restorante, objekte fetare, xhami dhe çdo gjë tjetër që kërkojnë nevojat reale ditore. Dhe gjithë kjo do të ketë një ndikim të madh tek rinia jon, të cilën e kemi shumë të pranishme si për çështje vizitash, por edhe për qëndrim me kozgjatje më të madhe. Tani 3 vjet luftojmë për një qendër në Mavrov, që do t'i dedikohet rinis tonë, e cila gjithë më tepër është në atë territor, po edhe njerëzve tanë të cilët tashmë banojnë atje në atë vend. Kuptohet se në të kaluarën Mavrova ka qenë vendit huajve, do me thënë nuk kanë pas qasje shqiptarët, muslimanët e kështu me radhë. Ne me ndërtimin e një qendër, themi islamike, me gjitha kushtet, me restorante, me xhami, me objekt fetar, me kushtet me radhë, ne nga dalja afrojmë rinis tonë, e cila është pjesëmarrëse në ato vende, që ta ndinë vetin si në vendin e vetë. Muftiu Fetau shpreson se këto janë momentet finale për të përfunduar procedurat juridike për t'i dhënë mundësi fillimit të shumë pritur të punimeve në terren. Abortet në Gostivar shënojnë ulje. Nga fillimi i vitit deri më tani janë regjistruar deri më 15 raste, por shqetësues mbetet fakti se shumë ndërhyrje të këtilla realizohen nëpër ordinanca private, gjë që pamundson një statistikë të saktë në këtë drejtim. Ky fakt akoma më shqetësues është për arsye se nëse aborti kryhet në kushte jo adekuate, i madh është rreziku për jetën e pacienteve. Vetëm 2 muaj më parë Kuvendi i Maqedonisë miratoi ligjin për ndërprerje të shtatzanisë, por realisht në mënyrë ligjore apo në të zezë, aborti paraqit një fakt që ngulfat shoqërinë tonë. Të dhënat nga Spitali i Gostivarit flasin për një ulje të numrit të aborteve që kryen në rrugë legale dhe kjo duket si një fatmirësi, por fatkeqësia qëndron në faktin se numri më i madh i tyre kryen nëpër ordinanca private, gjë që ka pamundsuar pasjen e një informacioni të plotë dhe të saktë zyrtar. Vitin e kaluar e mbyllëm me 27 raste të aborteve, ndërsa deri në muajin shtator të këtij viti janë regjistruar deri më 15 raste të këtilla, njofton doktor Agim Jakupi, ginekolog dhe udhëheqës i repartit ginekologjik në Spitalin e Gostivarit. Gjendja e aborteve është gjendje relative. Për shkak se është një punë e cila është një punë e mshehtë dhe ne nuk mund të mbajmë një llogaritë saktë. Për momentin neve nuk kemi aborte të regjistruar me përjashtim të aborteve spontane, të cilët janë me indikacione mjekësore, dhe për aborte private tash sikur u iket aborteve private në vende ku njihen për shkak të çështjeve diskrecionit, sekrete, sende këta, ne nuk kemi dhe një numër të madh të aborteve. Ato mund të jenë 15 me vitit. Megjithatë, refuzimi i ardhjes në jetë të fëmijëve bëhet përmes ndërhyrjeve kirurgjikale dhe kjo mund të lë pasoja të paparashikueshme për jetën, sidomos nëse bëhen nëpër vende jo adekuate, aty ku nuk i posedojnë as informatat themelore shëndetësore të pacientit. Doktor Agim Jakupi me këtë rast apelon për kujdes, sidomos nga adoleshentët. Ai njofton se një pakujdesi e kësaj natyre mund të sjellë në infeksione të mëdha apo gjakderdhje të pakontrolluara, me që rast pacientja mund të humbë mundësinë për të qenë ndonjëherë nën, por këtë gabim mund ta paguajë edhe me vetë jetën në raste të komplikacioneve më të theksuara. Sipas ligjit të lartë përmendur, nuk lejohet ndërprerje të shtatzanisë nëse nga aborti paraprak nuk ka kaluar një vit. Shtatzania mund të ndërpritet edhe në rastet kur foshnja është pasojë e përdhunimit, si dhe kur do të vërtetohet se gjatë shtatzanisë ose pas lindjes, gruaja do të ketë probleme të rënda personale. Ligjërisht, shtatzania mund të ndërpritet në javën e 10, ndërsa për këtë, gruaja duhet të paraqesë kërkesë me shkrim. Propozim vendimi për themelimin e shkollës fillore komunale në fshatin Forin do t'jetë në rete në seancën e Këshillit të Komunës së Gostivarit të thirrur për nesër. Në rendite do t'ketë edhe 50 pika të tjera, kurse mes tyre do t'jetë edhe vendimi për ribalancin e buxhetit komunal për vitin e ardhshëm. Në seancën e radhës të Këshillit të Komunës së Gostivarit të paralajmëruar për ditën e martë, në rend të dite do të jetë edhe propozim vendimi për themelimin e shkollës fillore komunale në fshatin Forin. Në qoftë se propozim vendimi do të merr dritën e gjelbërt nga ana e shumicës së këshilltarëve, shkolla fillore do ta mban emrin e fshatit Forin. Si rezultat i nevojave për zhvillimin e procesit edukativ arsimor në fshatin Forin, duke marrë parasysh se ky fshat është vendbanim i madh me mbi 5.000 banor, Komuna e Gostivarit filloi procedurën me themelimin e shkollës fillore, me çka nxënësve të këtij fshati
do të sigurohen kushtet më të mira për ndjekjen e mësimit, për shkak se përvoja e deritanishme me shkollën qendrore për parimin nga fshati Çegran ishte një zgjedhje e pjesshme dhe e përkohshme e këtij problemi shumë vjeçar. Për këtë qëllim, në pajtim me dispozitat e ligjit për shkollën fillore në suaza të kompetencave të komunës së Gostivarit, u kërkua pëlqim nga qeveria, e cila në seancën e 63 u deklarua me mendim pozitiv për themelimin e shkollës fillore në Forin. Ky vendim nga ana e Ministrisë për Arsim dhe Shkencë i u dorëzua komunës së Gostivarit, njoftuan nga komuna e Gostivarit. Shkolla do të numërojë diku 400 nxënës, kurse mësimi do të zhvillohet vetëm në gjuhën shqipe. Kuadri mësimdhënës, një pjesë do të jetë nga kuadri i vjetër si shkollë periferike e shkollës qendrore për parimit Çegran, ndërsa për një pjesë do të vendoset në mënyrë shtesë në varëshmëri nga vlerësimi i komisionit për përgatitjen e fillimit me punë të shkollës. Mjetet për themelim dhe fillim me punë të shkollës fillore janë të siguruara nga buxheti i komunës së Gostivarit. Do të kalojmë tani te lajmet nga Maqedonia. Kontesti i emrit ka qenë një nga temat kryesore të takimit midis sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon dhe ministrit të jashtëm grek Evangelos Venizelos. Komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Füle takoi sot në New York ndërmjetësin e Kombeve të Bashkuara për kontestin e emrit Matthew Nimitz. Pak javë para publikimit të raportit të Komisionit Evropian, Füle u takua me diplomatin amerikan për të mësuar nëse kontesti mbetet ende i bllokuar apo palët janë afër zgjidhjes. Nga Komisioni Evropian nuk kanë bërë të ditur nëse Füle dhe Nimitz diskutuan propozimin e fundit për emrin, por ajo që mbetet e qartë është se qëllimi i Füles është të mas pulsin e procesit. Çështja e emrit ishte edhe në fokusin e takimit me sekretarit të OKB-s Ban Ki-moon dhe ministrit të jashtëm të Greqisë Evangelos Venizelos. Sot në parlament filloi debati ndaj propozimit për ndryshimin e Kushtetutës së Maqedonisë në pjesën e definimit të kurorëzimit si bashkësi kryesisht midis burrit dhe gruas, i propozuar nga deputetet e VMRO-DPMNE-s. Përfaqësuesi i propozuesve deputeti i VMRO-DPMNE-s Vlatko Gjorçev theksoi se me propozimin kërkojnë definim kushtetues të kurorëzimit së bashkësisë mes një burri dhe një gruaje, ndërsa fëmijët pa prindër të mund të birsohen vetëm nga çiftet bashkëshortore në të cilat do të ketë një burr dhe një gruaj, ose vetëm nga prindërit vetushqyes. Ai tha se obligimet më të rëndësishme morale janë familja, kurorëzimi, dashuria e nënës dhe babait dhe kujdesi për fëmijët dhe se kurora si bashkësi është ballafaquar me sfida në kohën e sotme. Ndryshe që të sillen ndryshime kushtetuese nevojiten 2/3 e shumicës nga numri i përgjithshëm i deputetëve. Bashkimi Demokratik për Integrim përmes sekretarit të përgjithshëm Abdilaqi Ademi ka prezantuar projeksionin e buxhetit për vitin 2014 dhe projektet që do të realizohen dhe që kanë të bëjnë me shqiptarët në Maqedoni. Sipas tij, gjatë vitit të ardhshëm parashihet rritje ekonomike në vend prej 3.2%, por edhe realizimi i disa projekteve që kanë të bëjnë me shqiptarët në kuadër të projekteve të parapara. Në pjesën e shpenzimeve të përgjithshme që ka vlerën prej 176 miliard denar apo 2.8 miliard euro, ai theksoi se si ministri i ambientit qetësor ka parapar mjete në buxhetin 2014 për projekte shqiptare. Vitin e ardhshëm ndaj mjete për të përmbyllur investim për stacionin për filtrim e ujit të pishëm në Gostivar dhe ky projekt kushton 2 milion euro, theksoi mes qerash Ademi. Dy lajme nga sporti, njëri nga futbolli dhe tjetri nga paraglidingu. Kryetari i ekipit të futbollit të Gostivarit Vesel Mehmedi, ekskluzivisht për gazetën Jurnal Plus, ka zbuluar emrat e trajnerëve me të cilët janë në biseda, ku njëri ndërta është edhe ish trajneri i Shkëndijës Artim Shaqiri. Ekipi i Gostivarit edhe pse si vjet u fut në ligën e parë, siç duket, po e ka të vështirë të mbijetojë sepse për momentin skuadra gjendet në pozitën e fundit në tabelë, ndërkohë që para disa ditëve u largua edhe trajneri Amir Alegic, i cili kur erdhi premtoi suksese të mëdha. Por drejtuesit e skuadrës shqiptare po mundohen të gjejnë dritën nga tuneli që janë futur, andaj po mundohen edhe të gjejnë një trajner i cili do t'i nxirrte nga kriza. Kështu kryetari i ekipit Vesel Mehmedi, ekskluzivisht për gazetën Jurnal Plus, ka zbuluar emrat e trajnerëve të cilët janë në biseda, ku njëri ndërta është edhe ish trajneri i Shkëndijës Artim Shaqiri.
Pas largimit të trajnerit Amir Alegic, me njëherë jemi angazhuar që të kërkojmë zëvendësimin e duhur, andaj edhe po bisedojmë me disa trajnerë ndërta Artim Shaqiri, Serafimovski, Efremov, Dragi Setinov e disa të tjerë. Për momentin me ekipin po punon Ilami Hyseini dhe besoj se deri të mërkurën do të zgjidhim edhe këtë problem, tha Veseli, duke shtuar se atmosfera në ekip është në nivelin e normales. Atmosfera është normale në kuadër të pritjeve tona. Jemi të vetëdijshëm se na pret një kampionat i gjatë, ndërkohë që kemi ditur edhe për vështirësitë që na presin. Pra, ja tani jemi duke u marrë me këtë problem dhe shpresojmë se do të zgjedhim të njëjtat duke përfunduar kampionatin, tha Mehmedi. Është përmbyllur me sukses etapa e dytë e kampionatit kombëtar shqiptar në fluturime të lira në paragliding, si dhe edicioni i dytë i kampionatit gostivar Paragliding Cup 2013, që po organizohen nga Aeroklubi Kondor nga Gostivari. Hidri Gubetini nga Kosova është shpallur fituesi dyfisht. Me sukses ka përfunduar etapa e dytë e kampionit kombëtar shqiptar me fluturime të lira, që për të dytin vit me radh mbahet në Gostivar. Fituesi etapës së mbajtur në Gostivar është shpallur Hidrit Gubetini nga Republika e Kosovës, i pasuar nga Jonathan Ismaili nga Shqipëria dhe Bashkim Toçani nga Maqedonia. Fituesit e etapës së mbajtur në Gostivar hyjnë në garën për titullin e parë e cila do të mbahet gjatë muajit maj të vitit që vjen në qytetin e Vlorës. Jeton Ahmeti nga Aeroklubi Kondon nga Gostivari u shpreh i kënaqur nga mbarvajtja e etapës së sivjetme. Të suksesshëm e konsideron edhe kampionatin Gostivar Paragliding Cup 2013, nga ku dolën edhe 3 fituesit e sivjetshëm. Edhe në këtë kampionat në vend të parë pozicionohet Hidri Gubetini nga Republika e Kosovës, në vend të dytë Jonathan Ismaili nga Shqipëria, si dhe Goce Trezioski nga Maqedonia. Në edicionin e sivjetshëm, 45 garues nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia demonstruan aftësitë e tyre në disiplinën precizion. Fluturimet u bën prej malit të thatë të rrugës për në fshatin Korrit, ndërsa aderimi në fushën e fshatit Çegran. Nesër soni do të mbaj mot me diell, do të fryjë edhe erë mesatare nga 3 verior. Temperatura e mëngjesit do të lëviz prej 10 deri në 14, ndërsa ajo ditës prej 16 deri në 27 gradë. Moti i ngjashëm do mbaj edhe Gostivar me rrethin, ku temperatura e mëngjesit do të ulet deri në 9, ndërsa ajo do të arrijë deri më 25 gradë Celsius. Të shikues të nderuar, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Vazhdoni të ndiqni programet e TV2-shit, sepse TV2 është me ju tash e 20 vite. Mirupafshim.